ajo që folëm herën e fundit që lidhej me stërvitjen që bëhej, kanë dalë disa video, regjia duhet i kem, ku për herë të parë, domethënë i kemi stërvitjen që është bërë trident, po i them unë. Kemi me avion, me nëndetëse, apo jo, edhe me ato 200, me ato lëshuesit. Shtratët e lëshimit. To besoj janë pamje të... Ta avionëve Tu-95 është avion... Të avionët bombardues strategjik. Bombardues strategjik, Tu-95. Dhe nëpërmjet këtyre është bërë. Po, edhe këta kanë marrë pjesë, po. Po, këto janë disa nga pamjet. Si e vlerësove këtë... Ndërkohë do të shikojmë edhe pamjet tjera, besoj, të nëndetësve njëkohësisht. Si vlerësove... Do të kemi një parasysh që kjo stërvitje është bërë për të çuar një mesazh në Evropë dhe mesazhin e çoi. Mesazhin kryesor... Këto dritan këto janë me lëshues? Po, kjo është raketa, që lëshohet. Nga toka, Po, raketa nga toka. Kjo është raketa balistike që nga këtu mund niset një raketë bërthamore, një interkontinentale balistike. Po. Mesazhi ka qenë për NATO-n, për NATO-n evropiane, për arsye se nëse keni mbani mend, para disa emisionesh kemi folur për ta dronët Ukrainas që hynin në territorin e vendeve balltike dhe godisin Rusin. Aktualisht kjo stërvitje është bërë gjitha në kufit e vendeve balltike. Kjo stërvitje është bërë në kufit e vendeve balltike. Dhe ka qenë si përgjigje ndaj asaj neglizhencës së deterrencës që ka dashur të paraqesë Rusia. Pra Rusia ka kohë që flet me vjet kuqe ato janë çështje deterrence, parandalimi. NATO evropiane nuk i ka marrë parasysh to vjet kuqe. Dhe ka lejuar dhe më së fundi lejoi edhe dronet. Dhe tashmë kur këta bën të stërvitje madhore këtu. Aktualisht çka kemi? Kemi një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes të Letonisë, e cila thotë nuk do të lejoj më dronet ukrainase që të qarkullojnë në territorin tonë për të hyrë dhe për të goditur në territorin rus. Dhe dje, për herë të parë, ka hyrë një dron rus në territorin e Estonisë, ka ardhur nga territori i Letonisë, dhe është ngritur një avion F-16 rumun, i cili ndodhet në bazat estoneze, për ruajtjen e hapësirës ajrore estoneze dhe e ka zgjësuar dronin Ukrainas. Pra për herë të parë NATO ka reaguar duke zgjësuar një dron Ukrainas i nisur për të goditur në Rusi. Pra kjo stërvitje e ka dhënë mesazhin dhe NATO e ka marrë mesazhin. Pavarësisht deklaratave zyrtare, deklaratat pastaj që shihni të rrutës, deklarata që nuk kanë vlerë. Veprimi është ai që ka vlerë në gjeopolitik. Jo deklarata. Dhe veprimi ka ndodhur. Avion F-16 rumun i NATO-s i ndodhur në bazën e Estonisë, i cili është me detyrë për mbrojtje të hapësirës ajrore të vendeve të NATO-s, të vendeve balltike të NATO-s, është ngritur dje dhe ka rrëzuar një dron Ukrainas i cili po fluturonte në territorin e vendeve balltike me drejtim rusin. Hera e parë në 5 vite që NATO rrëzon një dron Ukrainas. Vetë NATO. Për shkak se ishte bërë problem. Pikërisht. Pra, kjo stërvitje e dha mesazhin. Veprimi tregoi që mesazhin e morëm. Retorika pastaj normalisht është diçka tjetër. Retorika ka të bëjë me situatën e brendshme. Si e shikon situatën? Bëhet fjalë që po diskutohet që do ketë edhe një raund tjetër sulmesh. Madje Trump anuloi diçka shumë të rëndësishme për shkak të Iranit. Flitet edhe për një mundësi dagorësie për një plan të ri armëpushimi. Si e vlerëson aktualisht situatën? Sulmet, ajo që më bëri përshtypje ishte që nëse do ketë sulme, ato do të nisen tashmë nga Iraku. Shiko, duhet kemi një gjë parasysh. Të gjithë njerëzit që janë interesuar për këtë edhe për gjeopolitikën, gjë e parë që do të bëjnë për të parë, kjo nuk do thotë që është 100% e sigurt. Po të paktën 78% është e sigurt. Në momentin që duan të shohin a do të ketë sulme apo jo, a do të ketë lufta, a mundësia për të pasur goditje. Të hynë në Google në një faqe që thuhet Flight Radar 24. Pra shkruajnë Flight Radar 24. Atje hynë dhe atje kur të hynë atje u del harta e botës me avionët që fluturojnë. Dhe këta hartë të botës tash vendosin me gishta me duar dhe ta çojnë drejtim Iranit. Në momentin që do të çojnë drejtim Iranit, kjo hartë e botës do i tregoj se si lëvizin avionët. Dhe për shembull në këtë moment që po flasim bashkë, urdhoni kjo hartë e botës këtu, nëse kamera mund ta marrë afër, tregon që gjithë hapësira ajrore e Iranit, rreth
është bosh, pra avionët po e shmangin Iranin. Po. Fakti që avionët e shmangin Iranin, do të thotë që pritet nga ora në orë ose nga një sulm. Kjo nuk do të thotë që është 100% e sigurt që sulmi do fillojë. Por që sinjali. Por ama sinjali është dhënë që shiko se mund të ketë një sulm. Pra, gjë e parë që ta shohin. E shohin këtë dhe e dinë dhe mund të presin pra. Të shohin diçka që aktualisht po thua aktualisht nuk ka asnjë avion civil që fluturon mbi hapësirën ajrore të Iranit. Dhe mbi gjysmën e hapësirës ajrore të Irakut. Pra do të shohësh deri ku është ky ndalim fluturimi. Pra aktualisht mbi Iran, mbi gjithë hapësirën të Iranit, është Iraku. Të Iranit, mbi gjithë hapësirën ajrore të Iranit dhe deri këtu në gjysmë të Irakut nuk ka aktualisht avion që fluturojnë. E qartë. Avion civil. Pra kjo do të thotë që mund të ketë një sulm. Jo 100% të sigurt, po mund të ketë një sulm. Pra, kjo është ideja që do të krijojë njerëzit. E shohin aty dhe për çdo ditë, dikush ish i interesuar, do ketë as do ketë luftë, hap edhe shef. Kështu do apo në fluturoj. Live, është live, ajo është shef live direkt, thonë. E qartë. Çdo moment. Në rast se do të ketë një sulm, aktualisht Arabia Saudite ka vendosur që të mos e lejojë hapësirën e saj ajrore për të përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin. Pse? Arsyeja është fetare. Pra fillon haxhi me datë 24. Kështu që Arabia që fillon haxhi me datë 24, Arabisi duhet hapësira e saj ajrore sepse do vinë do ikin haxhilerët. Dhe në rast se haxhilerët nuk vinë dhe nuk ikin, atëherë kjo do të nxjiste një problem të madh në gjithë botën arabe, sepse gjithë arabët në këtë moment atë do ta merrnin Amerikën përgjegjëse dhe Arabinë Saudite përgjegjëse që po ndërpret haxhin për të sulmuar një vend musliman. Po. Pra, dhe Arabia Saudite nuk dëshiron të hyjë në këtë. Dhe ja kanë ndalur Amerikës përdorimin e hapësirës ajrore dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës atëherë mbetet të përdorin hapësirën ajrore të këtyre vendeve me atë hartën tjetër. Po, hartën tjetër që ishim regjia. Dhe mbetet të përdorin këtë hapësirë ajrore. Iraku, Siria, Jordania. Pra kjo është hapësira ajrore që ata do të përdorin. Përdorimi vetëm kësaj hapësire ajrore. Unë mendoj që ushtria amerikane nuk do pranojë që të bëhet sulmi në këtë kufizim të kësaj hapësire ajrore. Sepse në rast se bëhet në këtë kufizim të kësaj hapësire ajrore, duhet që të gjithë avionët të funksionojnë në këtë hapësirë ajrore. Edhe avionët e mbushjes, edhe avionët e goditjes, edhe raketat kalojnë në këtë gjë, pra ti të kalosh me shtresa. Dhe imagjinoni në këtë territor tashmë, pra ti mund të kesh në këtë që shihni si formë ku në këtë territor, në një moment caktuar janë 1000 avion në ajër. Dakor? Në këtë territor. Atëherë Irani çfarë duhet? Gjithë fuqinë e tij kundërajrore e përqendron vetëm në këtë drejtim. Pra ti ke grumbulluar forcat e tua. Në moment që ti grumbullon forcat e tua, ja bën më të lehtë kundërshtarit edhe mbrojtjen edhe goditjen. Në momentin që ti i shpërndan forcat e tua, pra në rast se këto forca do shpërndahen në Arabi Saudite, në Emirate, në Oman, edhe në Oqeanin Indian, atë Irani është detyruar të shpërndajë mbrojtjen e vet. Pra në rast se ti do ta bësh këtë gjithën, pra këtu. Në rast se do ndodhi në gjithë këtë territorin deri këtu, atëherë Irani është detyruar të shpërndajë dhe kjo shpërndarje është jo efektive ndaj Iranit dhe goditja e Amerikës bëhet më e fuqishme. Po në momentin që ti e ke vetëm në këtë, atëherë ky e ka përqendruar mbrojtjen dhe goditja jote bëhet më pak e fuqishme, shumë herë më e dobët, nuk i shkakton dëmin që do të bësh dhe plus e dyta ky të shkakton ty dëm sepse në këtë kuadër ti ke 1000 avion. Atëherë ky të lëshon 1000 dron, një avion do të harxojë, 2 avion do të harxojë, po në rast se ti e ke gjithë këtë atëherë këta 1000 avion do të shpërndahen në këtë territor dhe këtu i bie që ti je 100 avion. Pra për të goditur 1000 avion në një kuti është shumë e lehtë se sa të godasësh 100 avion në një kuti të madhe. E qartë. Prandaj në rast se ndodh kjo, do të ishte në dizavantazh strategjik për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se ndodh, sepse duhet kemi gjithë parasysh që gjithnjë sulmi ushtarak është vendimarrje politike. Pra në një moment caktuar, Trumpi mund thotë, unë e vendos dhe ai e urdhëron sulmin. Por ky sulm nuk do të sjellë asnjë lloj dëmi masiv. Irani nuk do të sjellë asnjë lloj avantazhi dhe është në dizavantazh që në fillim të sulmit. Normalisht që forcat amerikane do ta kundërshtojnë në maksimum, por fundi është presidenti ai që vendos. Po. Prandaj unë them që për sa kohë do të vazhdoj haxhin, nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të presionit ushtarak ndaj presidentit për shkak të këtij dizavantazhi nuk do të kemi një sulm ndaj Iranit, pavarësisht se aktualisht nuk ka fluturime ndaj Iranit. Por fluturimet nuk janë ndaluar për arsye se sot ka pasur për të vajtur në Iran shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë pakistaneze për shkëmbime dhe ai në momentin e fundit e ka anulluar vajtjen në Teheran për takime për shkëmbime mesazhesh. Dhe fakti që e ka anulluar mund të krijuar atë idenë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po përgatiten për sulm dhe do bëjnë sulmin dhe për këtë arsye është në bosh hapësira ajrore. E qartë. Dritana, po vazhdon kjo ideja, sepse Trump tha ndërprem për shkak se
presidentët princat e nderuar të Katarit, Arabisë Saudite, që princat edhe Katari edhe ato kanë kërkuar për shkak të kësaj të haxhit. Pra këtu është gjithë problemi. Sepse haxhi është problemi i madh. Është çështje fetare. Haxhi është synet dhe është një nga shtyllat e Islamit. Pra një nga 5 shtyllat e Islamit është haxhi. Në rast se ke mundësi dhe ti në rast se ndërpret një nga këto 5 shtylla. Pra çdo lloj ndërprerje që bëhet nga këto 5 shtylla që nuk e ka bërë Zoti këtë ndërprerje, atëherë çdo gjë është e qëllimshme dhe ti krijon një problem tjetër më të madh gjeopolitik dhe geostrategjik në rajon. Për këtë arsye, vendet arabe, pra mbretëritë arabe, vasalet Amerikës po mundohen që të mos hynë në këtë territor, e cila më pas do t'ju kushtonte atyre mbretërinë tyre. Jo, kur vjen puna te haxhi, unë jam dakord. Shetëria e haxhit është e tillë në impaktin që jep te popullata. A do ta kuptoj Trumpi këtë shetërinë e haxhit? Tu është gjithë problemi. A e kupton një njeri i cili quan veten dërguar të Zotit në tokë këtë shetëri të haxhit që kanë muslimanët? Nëse do bëj një sulm, çfarë mendon se do të arrijë ai me atë sulm, kuptimin e objektive strategjik? Asnjë thash në çfarë do lloj mënyre, edhe me këtë të kufizuar, edhe pa të kufizuar, Trumpi nuk do arrit asgjë, po thjesht do i duhet për të dalë, pra të bëjë një sulm disa ditë, të thotë që neve si herën e parë që shkataruam gjithçka, dhe thotë ne shkataruam, nuk kemi çfarë bëjmë dhe të largohet. Pra i duhet operacion falso për të veshur dështimin me sukses. Pra për këtë i duhet, nuk i duhet për arritje, i duhet për dalje. Pra goditja ushtarake është për dalje, jo për arritje. Arritja ka marrë fund, nuk ka më arritje. Del nga Irani, por po intensifikohet retorika ndaj Kubës, saqë është shkuar deri aty sa është shpallur Raul Castro, është dënuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me pak a shumë ajo që ndodhi edhe është akuzuar, pak a shumë ajo që ndodhi edhe me atë të Venezuelës, me Maduron. Si e vlerëson këtë? A mundet që Kuba të shkojë në rrugën e Venezuelës, duke qenë se i përket është shumë afër Shtetet Bashkuara të Amerikës? Para Kuba nuk shkon rrugën e Venezuelës sepse Kuba është tjetër mentalitet dhe tjetër gjë. Mjafton të shihni që kur Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmuan Venezuelën, shërbimet sekrete venezueliane vranë 30 pjesëtar të shërbimeve sekrete kubaneze, të cilët ndodheshin në Venezuelë, që duhet mbronin Maduron sepse ata nuk dorëzoheshin. As blieshin, as dorëzoheshin. Pra, në këtë aspekt është që Kuba nuk është Venezuela. Kuba nuk është Venezuela? As pak. Pra kjo është shembull që po jap atë çfarë ndodhi në Kubë. Pra kjo tregon që Kuba, pra ata nuk u blen, nuk blieshin, nuk dorëzoheshin. Dhe derisa nuk blieshin, nuk dorëzoheshin, nuk e merrin dot Maduron, pra do bënin luftë. E qartë. Dhe në rast se do bënin luftë, atëherë kjo luftë do të nxirrte luftë më të thjeshme sepse njerëzit do ngjonin zjarrin e luftës, në rast se kjo do zgjaste, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës do kishin më shumë humbje dhe do të dilin me një operacion të dështuar në Venezuelë. Dhe për këtë mënyrë blen shefat e shërbimeve sekrete dhe të ushtrisë venezueliane, të cilët në tradhti vran kubanezët që kishin ardhur për të mbrojtur Maduron. Prandaj them që Kuba nuk është Venezuela. E qartë. Kuba lufton. Pra nuk e bëjnë dot atë që bën në Venezuelë, por po e përdorin Kubën si për ta pasur si operacion rezervë për të dalë nga Irani. Pra në Iran kanë dy mënyra për të dalë, ose të bëjnë këtë që sapo diskutuam, pra që të godasin disa ditë të thonë nesër shkataruam gjithçka dhe të largohen nga Irani, ose të godasin Kubën për të hequr vëmendjen nga Irani dhe njerëzit e harrojnë Iranin dhe merren me Kubën. Edhe Irani mbyllet edhe i tërheqin edhe forcat që ju duhen Kubë dhe mbyllet ky gjë mëbet. Po, pasha që një aeroplanbajtës Nimitz apo destroyer Nimitz ose aeroplanbajtës. Destroyer është patjetër. Aty e kanë se 90 milje është pra 140 km është Kuba larg, 160 km është Kuba larg. Po kush është objektivi? Çfarë duan të arrijnë Kubë dritan? Këtu nuk ka asnjë objektiv. Problemi i kësaj është që dhe a mund të arrijnë ushtarakisht atë që Kina dhe Rusia vazhdojnë të keni qëndrim. Po, do vim dhe ushtarakisht nuk arrin dot gjë në Kubë, pra çdo lloj veprimi ushtarak në Kubë do të sillte një humbje tjetër të imazhit të fuqisë ushtarake amerikane, jo se nuk mund ta shkatarojnë Kubën. Kuba nuk është Irani. Kuba nuk ka thellësi strategjike. Pra ata mund ta bombardojnë Kubën, ta rrafshojnë Kubën. Kuba nuk i ka kapacitetet e Iranit për të mbrojtur, nuk e ka kapacitetet e Iranit për të kundërpërgjigjur, por ama në fundit ti për ta marrë Kubën je detyruar të çosh forca toksore. Dhe terreni në Kubë nuk e favorizon futjen e forcave toksore, sepse më e madhe terrenit është xhungël. Ku kubanezët dhe ushtria kubaneze ka luftuar dhe është specializuar në luftën në xhungël.
Pra është e pamundur që ta marrësh terren dhe do të sjellë një humbje ushtarake, pra që do thotë që në terren Amerika nuk e merr dot. Dhe një luftë e tillë Amerikës e gjatë me forca në terren në kufi të vet nuk i intereson në asnjë moment nga ana politike. Ajo çfarë po ndodh në Kubë është që aktualisht kemi si punë Rubio ose disa të tjerë. Rubio i përket një klase, një kategori e njerëzish të ikur nga Kuba, pra prindrit e tij janë njerëz që janë larguar nga Kuba, nga Castroja, pasi kanë qenë pronar atje, dhe janë larguar, ju kanë marrë pronat, i ka sekuestruar pronat qeveria komuniste kubaneze e Castros, dhe këta janë larguar prandaj dhe sërish kërkojnë të kthehen dhe të rimarrin pronat e tyre. Pra kemi këtë gjë. Po, dakor. Pra nuk është se kjo po bëhet për çështje parimi, kjo po bëhet për çështje personale e interesit të një individi, të dy individëve. Individi kryesor që shtyn këtë është Marco Rubio, askush tjetër, sepse kërkon sërish të marrë pronat e familjes tij. Pra nuk ka, dhe normalisht edhe të tjerë që e mbështesin kërkojnë të marrin këto gjëra. Ajo çfarë po ndodh, po kërkohet të gjetë një sebeb, dhe sebebi është gjetur Raul Castro, i cili është 96 vjeç. Pra Raul Castro sot është 96 vjeç. Është akuzuar për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 1996. Në vitin 1996, një avion privat amerikan me 5-6 veta në bord nga ata avionët e vegjël, hyri në hapësirën ajrore, ishte disa ta herë që hynte në hapësirën ajrore kubaneze, fluturonte nga Miami dhe ata e konsideronin veten se bën një mision humanitar, por realiteti është që nuk ishte një mision humanitar, ishte një mision politik, dhe shpërndanin, hidhin fletushka mbi territorin ku fluturonin, në të cilat kërkoi njerëzve që të ngriheshin për të rrëzuar regjimin komunist të Kubës e këto gjëra tjera. Në 96 Raul Castro ishte ministri i mbrojtjes i Kubës dhe në 96 kur ky avion erdhi për herë dytë apo herë tretë, diçka e tillë, se më mirë, dha urdhër që avioni të goditej nga mbrojtja kundërerore kubaneze në rast se avioni do të hynte në territorin në hapësirën ajrore kubaneze pa leje. Qeveria kubaneze nuk i dha leje këtij avioni që të hynte në territorin e Kubës dhe në momentin që të hyri në territorin e Kubës, avioni u godit nga mbrojtja kundërerore kubaneze dhe pati 5 të vdekur, më duket 6 të vdekur, sa ishte personat të. Njëri ishte amerikan dhe tjerët ishin kubanez, po me shtetësi amerikane, pra kubanez me shtetësi amerikane, që ishte në rrëtisur. Dhe këtë ka gjetur qeveria amerikane tashmë dhe prokuroria e përgjithshme e Amerikës si arsye ka akuzuar Castron për këtë dhe kjo është bërë për dy arsye. Para për arsye presioni politik ndaj qeverisë aktuale të Kubës për të thënë që na dorëzoni Castro dhe ne e mbyllim të muhabet. Po në rast se dorëzon Castron, atëherë bie që qeveria ka pranuar dhe ka rënë politikisht siç ka rënë qeveria venezueliane. Dhe është në varësi dhe jep Trumpit një fitore që ai ta përdori sërish këtë fitore, dorëzimin e Castros, pra qeveria kubaneze e u dorëzua para nesh, sepse i kanë thënë në rast se na dorëzon, në rast se dorëzoni Castron, neve do t'ju lejojmë, do t'ju japim $100 milion, edhe do t'ju heqim edhe disa sanksione, dhe ato gjëra tjera. Në rast se nuk na dorëzoni, ne do vim ta marrim, pra siç morëm atë, pra në të dyja rastet është duke përdorur edhe presionin ushtarak edhe presionin diplomatik. Të dyja po përdor për nevoja për të dalë nga Irani. Por që unë mendoj që në rast se do të veproj në anën ushtarake, do të tentojmë në një operacion special ose sekret si ai për të tentuar për të marrë Raul Castron, nuk do përfundoj si Venezuela dhe do të kemi humbje në aspektin ushtarak amerikan në këtë operacion taktik, e cila do të tregoj që kapacitetet ushtarake amerikane kanë rënë drastikisht, pra kanë rënë në mënyrë të paimagjinueshme. Dhe në rast se e bën këtë, do të ishte një katastrofë strategjike në aspektin gjeopolitik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse do tregonte që nuk ka fuqi të ushtrojë vullnetin e saj as në një vendi të vogël si punë e Kubës. Dhe kjo që po ndodh me Kubën, kjo ka sjell është pjesa e atij sinkronizimit me Trump, me Putinin dhe me Xi Jinping te deklarata e fundit që në shkruan. Në deklaratën e fundit që në shkruan, ata kanë pjesë e deklaratës është edhe një frazë, nëse unë ja kam dërguar. Po, është një frazë. Me atë aty regjia. Foto kjo. Po. Pra, në deklaratë është kjo frazë. Përpjekjet e disa shteteve që në mënyrë të njëanshme të qeverisin çështjet globale, të imponojnë interesin e tyre botëror dhe në shpirtin globalisht dhe në shpirtin kolonial, të limitojnë sovranitetin dhe zhvillimin e çdo ka dështuar. Pra kjo shprehje lidhet me këtë të Kubës. Pra, sepse siç tham, është për çështje
koloniale, pra të rimani sërish pronat e tyre që i kanë pasur kur Kuba ka qenë koloni e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, me shpirtin e epokës koloniale. Kjo shprehje e futur në këtë deklaratën bën këtë sinkronizimin që aktualisht edhe Kuba është pjesë e interesit të kësaj botës multipolare dhe që nuk do ta lënë pa ndihmuar edhe Kubën, dhe kjo mund të sjellë një tërheqje deri diku të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra do të shohim se si do funksionojë këtë tutje. Pra Shtetit Bashkuar të Amerikës a do ta pranojnë më në fund botën multipolare apo do të bëjnë një tentativë të fundit e cila mund t'i kushtojë më shtrenjtë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo, multipolariteti pastaj në ato që Kuba është shumë afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Multipolariteti do të kemi gjë, multipolariteti që po ofrohet sot është si ajo çështja e Vestfalisë të vitit të shekullit të 17. Pra, ky është ky por me një ndryshim që në multipolaritetin e Vestfalisë të shekullit të 17 nuk kishte rregulla. Ndërsa sot në deklaratën që kanë nënshkruar kanë përcaktuar qartësisht që ky multipolariteti do të bazohet dhe baza dhe rregullat e këtij multipolariteti do të jenë rregullat e OKB-s. Pra, Vestfalia, merrni Vestfalinë e shekullit 17 me rregullat e OKB-s. Pra, baza do të jetë rregullat e OKB-s.